Ne kemi një shembull të keq të shfrytëzimit të liçenit akallnajor për qëllime turistike. Kushdo që ka vulltuar nga boga për në thet, me siguri ka kaluar në qafën e tërthores. Aty ka qenë dhe është, se si objekt, një liçen i vogël akallnajor. Është i veçuar në atë grupin e atyre liçeneve të veçuar. Është liçeni i parë që unë kam parë, kur isha student, na çuan pedagogët tanë në thet dhe në dalën aty. Ishte në kushte natyrore. I vogël, me lëkundje jo të vogla të nivelit, po ishte tamam një liçen që ishte me vlera jo vetëm shkencore, po edhe didaktike. Para 3 vjetësh unë vajta aty dhe në kuptimin e vërtet fjalës se ai ishte zhdukur. Ujë ka, po është rrethuar me beton. Është denaturalizuar komplet peizazhi, ekosistemi karakteristik alpin akallnajor.